Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Artistja që përmes pikturës ndërton ura mes ndjesisë dhe reflektimit duke vendosur gruan në qendër të rrëfimit të saj artistik, është me ciklin e saj më të ri vjen piktoria Alsea Ymeri, e cila eksploron fuqinë e brendshme, qëndrueshmërinë shpirtërore dhe procesin e shërimit si një udhëtim personal e kolektiv drejt dritës dhe lirisë. Ky cikël veprash flet për fuqinë e gruas, për qëndrueshmërinë shpirtërore dhe për shërimin përmes artit. Përmes ngjyrave të forta, simbolikës së thellë dhe formave ekspresive, Alsea sjell një rrëfim artistik mbi forcën, rilindjen dhe shpresën. Kjo ekspozitë vjen edhe si një reflektim mbi lirinë dhe identitetin në prag të festës së pavarësisë, duke kthyer artin në një hapësirë meditimi dhe bashkime kolektiv. Më 16 shkurt, Galeria Arteve në Pallatin e Kulturës në Gjakov hap dyert për ekspozitën Perëndesha e shërimit nga piktoria Alsea Ymeri. Ne në studio kemi kënaqësinë të kemi piktorën Alsea Ymeri. Përshëndetje Alsea dhe mirë se erdhe në Art Kultur. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Atëherë, Alsea, çfarë përfaqëson për ty Perëndesha e shërimit? Çka të ka shtyr, cila ka qenë ideja që e ke titulluar kështu, Perëndesha e shërimit, por edhe të kesh një ekspozitë me një cikël e cila titullohet në këtë formë? Atëherë, kjo ekspozitë ka shumë kuptime të ndryshme për mua. Perëndesha e shërimit së pari përfaqëson domethënien e emrit tim, sepse kështu më kanë quajtur në familjen time. Edhe më tutje kjo ekspozitë gjithashtu i kushtohet gjyshes sime, e cila që në moshën 18 vjeçare ishte mësuese edhe në Gjakov edhe në Mitrovic. Edhe ajo gjithmonë më ka mësuar për feminizmin në moshën që unë faktikisht nuk e dija çka ishte feminizmi ende, sepse ishte shumë e vogël, 5 ose 6 vjeçare. Edhe ajo më ka treguar që pas luftës kishte ndihmuar shumë gra që të kyçeshin prapë në jetën normale, edhe që faktikisht të ndihmonte të kyçeshin edhe në tregun e punës. Edhe pastaj inspirim është edhe nëna ime, e cila faktikisht pas luftës, përafërsisht pas 10 viteve, ja ka kushtuar domethënë rikthimin e saj në studime, dhe aty ka mësuar edhe prej saj letërsinë feministe, por gjithashtu edhe gjatë vitit të fundit të universitetit, kur po studioja piktura dhe arte vizuale, ka marrë një interes shumë më të madh për me elaboru këtë temë në pikturat e mia, edhe ashtu përfundova që ta bëj këtë cikël pikturash faktikisht për diplomimin tim. Do të thënë, shumë mirë. Tani, po duke që je re edhe na the që kjo ekspozitë është paksa personale për ty, sepse ja ke kushtuar gjyshës tënde dhe nënës tënde. Ashtë kështu? Po. E tash, çka simbolizon figura e Perëndeshës në punimet tuaja? Se e pash që kryesisht kishte, domethënë figura femrash ose grash në pikturat e tua? Po, dhe faktikisht është ndërlidhur me stilin Art Nouveau, që është një stil artistik i shekullit të 20, edhe që e ka në thelb figurën e femrës, edhe që është i rrethuar me lule, sepse këto lule që unë zakonisht i paraqes në ekspozita, edhe në pikturat e mia, e përfaqësoj një farë rezistence, edhe faktikisht shkoj gjithmonë me atë konceptin që femra është si një lule, edhe pa marrë parasysh se nëse shkelet prej njerëzve të tjerë, ajo gjithmonë ka me lulëzu. Tash më më intereson, a mendon Alsea që arti ka fuqinë e shërimit? Nëse po, atëherë në çfarë forme mund të ndihmojë që të shërojë qoftë personin individualisht, por edhe në formë kolektive? Unë mendoj që në ditët e sotme, ku zakonisht po shohim shumë dhunë edhe femicid në mediat tona,
edhe në mediat ndërkombëtare, mendoj që arti ka fuqi shëruese edhe është e rëndësishme për të gjithë me vizitu sa më shumë galeri, edhe sa më shumë ekspozita, edhe me u fokusu të kuptimi i jetës jashtë dhunës edhe jashtë femicidit që bëhet çdo ditë. E tash, në që mënyrë e ke përshku idenë e feminizmit në këtë cikël të pikturave të tua dhe në këtë ekspozit? Në që mënyrë e ke inkorporu feminizmin? Mendoj që feminizmin, të me thonë, që të regova e kam elaboru në këto piktura, edhe do të jetë një ndërthurje edhe mes këtyre pikturave, por edhe mes poezive, që e kam pa të rëndësishme që njerëzit pastaj edhe me u kyç edhe në fushën e letërsisë për me i kuptu, të me thonë, ekspozitën. Tash, e vendosëm me tablum që kryesisht figurat janë gra, por në çfarë mënyre e paraqet figurën e grus? Si mit, si formë të rezistencës, apo në çfarë formë e ke paraqit? E paraqes në dy konceptet, edhe si mit edhe si në formë të rezistencës. Do këto janë të dy format që ti e paraqet? Po. Në pikturat e tua? Po. Po flasim tani në këtë cikël. Mjaft interesant. A mendon se arti grave ende përballet me paragjykime në skenën artistike, sidomos këtu tek ne në Kosovë? Faktikisht po, sepse unë përveç ekspozitave edhe projekteve të shumta që merrem, do me thonë, edhe në Kosovë, edhe në shtetet të tjera, zakonisht shkruaj për gratë që janë të kyçura në industritë kreative, sepse më intereson se si ato e balancojnë jetën e tyre kreative me jetën që e kanë, të me thonë, private. Po. E çfarë roli ka solidariteti mes grave në narrativën e kësaj ekspozite, për shembull? A ke vendosur diçka rreth solidaritetit të grave me njëra tjetrën? Po, është një pjesë e ekspozitës, një instalacion aty, që faktikisht e kam përshkru, dhe me thonë, punimet artizanale që i kam bo gjyshet tona, edhe është një mënyrë e solidaritetit, mendoj. Sepse faktikisht gjyshet tona me ato punë të dorës edhe punë artizanale është një formë e artit, po edhe është një formë e mbijetesës, edhe duke u bazu që ndoshta gjatë kohës së luftës, ndoshta ka qenë mënyra e vetme për me siguru para për me mbjetu. Po, e vërtet është, ndoshta edhe ajo ka qenë një për formave. Alcia, a synon ekspozita ta sfidoj stereotipe tradicionale të gruas në Kosovë? Mendoj që po. Unë prej, të me thonë, prej që e kam përfundu universitetin, kam pas mbështetje shumë të madhe faktikisht me i sfidu stereotipet, edhe prej artistëve të tjerë, zakonisht kur kam bajt ekspozita kolektive, kam bajt me pikturë të gjeneratave të vjetra, edhe me pikturë të gjeneratave të vjetra, edhe ato kanë qenë shtysa më e madhe për me vazhdu, dhe me thonë, rrugtimin tim artistik. Po. Alcia, a shë artin tënd si një formë të aktivizmit feminist? Po, gjithsesi. E shoh. Sepse unë mendoj që duhet mu bo shumë ma shumë për femrat në shoqërinë tonë, sidomos për të drejtat e barabarta. Alcia, nëse tani me da 6 vjet e ke hapjen e ekspozitës? Po. Pas ekspozitës, ose në hapje, kur vinë audienca, gjithë ata që do të marrin pjesë në hapje sigurisht, e shohin ekspozitën tënde, çfarë dëshiron që ata të marrin me vete pasi që ta kenë parë
dhe kanë marrë pjesë në hapjen e ekspozitës, cili është ai mesazh porosi ose diçka që ata ti dëshiron që ata ta marrin me vete pas ekspozitës tënde? Secili mendoj që do ta ketë perspektivën e vet, pasi që të dalë prej ekspozitës. Po kisha dashur që me marrë vetëm një mesazh me i vlerësu, do me thonë femra që edhe epitetin e femrës edhe së gruas në jetën e përditshme më shumë. Edhe që të mos kemi më dhunë edhe femicid në mediat tona gati çdo ditë. Ajo është gjëja kryesore për mua. E tash, a mund të flasim për planet e tua? Çfarë plane ke në të ardhmen pas kësaj? Çka pas kësaj? A ke ndonjë ide, ndonjë cikël, diçka që je duke e punuar? Mendoj që do të angazhohem më shumë në aktivizmin femëror, edhe gjithashtu në ekspozita të tjera kolektive, po gjithashtu kisha pas shef që të gjithë këtë eksperiencë që unë e kam në art edhe në kulturë, me ndihmu edhe të rive në qytetin tim, me u aktivizu, edhe me përhap atë dijen, sepse mendoj ajo është forca më e madhe që mundem me bu në komunitet. Alsea, faleminderit për intervistën, faleminderit për kohën, se ke ardhur që në Kaçakova për të zhvilluar intervistën, unë të dëshiroj sukses dhe punë të mbarë në ekspozitë. Faleminderit shumë. Karvani 27 i shkrimtarëve për fëmija Gem Deva nisi ditë më parë rrugtimin e tij vjetor me një takim letrar të mbajtur në lagjën Marigona Hell, duke hapur kështu edicionin e ri të aktiviteteve letrare kushtuar nxënësve. Nisja e karvanit u shënua përmes një bashkëbisedimi mes shkrimtarëve dhe nxënësve ku u lexuan krime letrare, u shtruan pyetje nga fëmijët dhe u recituan poezi nga autorë të njohur të letërsisë për fëmijë. Në këtë takim morën pjesë shkrimtarët Ibrahim Kadriu, Jonus Fetaj, Skënder Zogaj, Gjem Karadaku dhe Gjevat Sylla, të cilët theksuan rëndësinë e librit dhe leximit në formimin e brezave të rinj. Në përmbyllje, Karvani dhuroi libra për bibliotekën e shkollës, ndërsa institucioni në Koqiri nderoi shkrimtarët me mirënjohje. Sipas organizatorëve, Karvani shkrimtarëve për fëmija Gem Deva do të vazhdojë aktivitetet gjatë gjithë vitit, kryesisht në muajt e pranverës, me takime letrare në shkolla të ndryshme në Kosovë dhe në treva të tjera të shqiptarëve. Instituti i Historisë Ali Hadri do të organizojë më 13 shkurt në Prishtinë promovimin e disa botimeve shkencore ndërkombëtare që trajtojnë demokracinë, tranzicionin politik, marrëdhëniet ndërkombëtare dhe dokumentimin e krimeve të Serbisë gjatë luftës në Kosovë. Aktiviteti do të mbahet në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës Pjetër Bogdani, duke filluar nga ora 14 dhe do të sjellë në vëmendje publikime të autorëve kosovar dhe ndërkombëtar të botuara nga shtëpia akademike Routledge në Londër dhe New York. Në kuadër të promovimit do të prezantohen veprat e Arment Bekaj, Liridon Likasi dhe studime mbi politikat e jashtme dhe marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri. Në një sesion i veçantë do të kushtohet dokumentimit të krimeve të Serbisë gjatë luftës në Kosovë nga perspektiva e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë. Sipas organizatorëve, ngjarja synon të nxjisë debatin akademik dhe publik mbi procesin e ndërtimit institucional në shoqërinë postkonfliktuale dhe rolin e drejtësisë ndërkombëtare në trajtimin e krimeve të luftës. Promovimi do të shoqërohet me diskutim të hapur me pjesëmarrësit dhe pritet të mbledhë studiues, diplomat, studentë dhe përfaqësues të institucioneve akademike dhe kulturore. Lidhja e shkrimtarëve Kosovës organizon më 16 shkurt në Pej një veprimtari letrare ku do të përurohet vepra për ata që su kthyen e autores e Dona B. Kelmendi. Ngjarja do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal duke filluar nga ora 13 dhe pritet të mbledhë shkrimtarë, studiues të letërsisë, përfaqësues institucionale dhe dashamirë të librit. Sipas organizatorëve, libri trajton tema të kujtesës, mungesës dhe dhimbjes kolektive, duke reflektuar mbi fatet e atyre që nuk u kthyen. Lidhja e shkrimtarëve Kosovës ka bërë të ditur se përurimi synon të pasurojë jetën letrare dhe kulturore në vend, si dhe të hap diskutim mbi rolin e letërsisë në ruajtjen e kujtesës historike dhe njerëzore.
Komuna e Ferizaj do të shënojë 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës me një program të fokusuar në kulturë dhe art, që do të zhvillohet nga 12 deri më 16 shkurt, njoftoi Drejtoria e Kulturës në këtë komunë. Agjenda kulturore artistike përfshin shfaqje teatrore për fëmijë të rinj dhe publikun e gjerë, koncert për fëmijë, recital muzikor, si dhe programe artistike nga Shkolla e Arteve Qeskë Zadeja. Aktivitetet do të mbahen në teatr dhe në Galerinë e Arteve, duke përfshirë dhe promovimin e një libri dhe hapjen e një ekspozite kolektive. Në kuadër të festimeve, Galeria e Arteve do të jetë qendër e disa aktiviteteve artistike, përfshirë koncerte, recitale dhe ekspozitën kolektive Gursel Sulejmani, ndërsa Biblioteka e Qytetit do të organizojë aktivitete letrare dhe lexime për nxënës. Programi zhvillohet në kuadër të shënimit të përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, i cili përkujtohet çdo vit me aktivitete kulturore në mbar vendin. Komuna e Gjilanit do të shënojë 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës me një sër aktivitetesh festive dhe institucionale që do të zhvillohen nga 15 deri më 18 shkurt, njoftuan autoritetet komunale. Festimet nisin më 15 shkurt me një koncert nga nxënësit e shkollës Hello, i cili do të mbahet në Teatrin e Qytetit, duke shënuar hapjen zyrtare të programit 4 ditor. Më 16 shkurt në Teatrin e Qytetit do të mbahet ceremonia e shpalljes së Halil Kastrati, qytetar nderi i Gjilanit. Dita qendrore e festimeve 17 shkurt do të nisë me homazhe në kompleksin e varrezave të dëshmorëve në Gjilan. Më pas, Kuvendi Komunal do të mbajë një seancë solemne, ndërsa në sheshin e qytetit nxënësit e shkollës Thimi Mitko do të organizojnë defilen e pavarësisë. Programi i ditës do të vazhdojë me një koncert për fëmijë dhe do të përmbyllet në mbrëmje me një koncert madhështor në Teatrin e Qytetit. Aktivitetet festive do të mbyllen me 18 shkurt me një shfaqje stand-up comedy në Teatrin e Qytetit. Kosova shpalli pavarësinë me 17 shkurt 2008 dhe përvjetori i saj shënon çdo vit me aktivitete kulturore, përkujtimore dhe institucionale në mbar vendin. Ndërkaq, Komuna e Pejës do të shënojë 18 vjetorin e pavarësisë në Kosovë me një program të fokusuar në aktivitete kulturore, të cilat do të zhvillohen me 16 dhe 17 shkurt, njoftoi Drejtoria për Kulturë. Agjenda festive do të hapë me paradë dhe performancë artistike në sheshin Skënderbeu, ku do të paraqiten nxënës të shkollave, artistë të baletit, si dhe trupa profesionale e teatrit Istrev Begolli. Programi kulturor përfshin gjithashtu aktivitete simbolike në sheshin qendror të shoqëruara me elemente artistike dhe skenike. Në kuadër të festimeve në Galerinë e Arteve do të hapet ekspozita premier, portretet e Skënderbeut gjatë shekujve, ndërsa dita do të përmbyllet me një koncert klasik në orkestrën frymore. Festimet kulturore të vazhdojnë edhe më 16 shkurt në mbrëmje me ceremoninë e shpalljes së sportistit të vitit, e cila do të mbahet në Hotel Dukagjini. Aktivitetet zhvillohen në moton nga ëndra në realitet, 18 vjet Republike e Lirë dhe synojnë të shënojnë përvjetorin e pavarësisë përmes artit dhe kulturës, duke përfshirë qytetarët në një atmosferë festive dhe përkujtimore. Komuna e Gjakovës ka publikuar agjendën zyrtare të aktiviteteve kulturore dhe përkujtimore që do të mbahen këtë muaj në kuadër të shënimit të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, duke përfshirë shfaqje teatrore, koncerte, ekspozita artistike dhe aktivitete përkujtimore. Festimet nisën dje me shfaqjen teatrore Vojçeku nga Teatri i Qytetit, Hadisheu, e cila u dha në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi në orën 19. Sonte, publiku do të ketë mundësinë të ndjekë një koncert festiv të organizuar nga Shkolla Muzikës Prenkjakova me pjesëmarrje në koreve të shkollave të mesme dhe orkestrës së shkollës që do të mbahen në sallën koncertale të POKT institucioni. Me 16 shkurt, programi përfshin hapjen e ekspozitës personale të autores Alsea Ymeri me titullin Perëndesha e Shërimit në Galerinë e Arteve, ndërsa në mbrëmje do të mbahet një performancë muzikore nga Art Orkestra në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi. Festimet përmbyllen me 17 shkurt me homazhe në lapidarin Shokët e Lirisë në orën 10, si dhe me një takim letrar të organizuar nga Qendra Kombëtare e Poetëve, Shkrimtarëve dhe Artistëve. Gjakova në titullin Ora e Pavarësisë që do të mbahet në sallën solemne të Pallatit të Kulturës Zyrtare, ndërkaq zyrtar komunal kanë bërë të ditur se aktivitetet synojnë të nderojnë historinë e shtetësisë së Kosovës dhe të promovojnë lehrat kulturore e artistike në qytet. Dita e pavarësisë së Kosovës do të shënohet më 16 shkurt me një takim kulturor letrar të organizuar nga Shoqata Artistike Kulturore Elena Gjika Dora di Istria në qendrën rinore Shtëpia e Fallbahut në Suharek. Në këtë veprimtari do të përurohen 2 libra të autorit Shrif Gashi për mbledhja poetike Fluturim mbi kujtesë nga dhembja në dritë dhe vëllimi me tregime zgjimi i përlotur. Organizatorët bëjnë të ditur se ngjarja synon të shënojë përvjetorin e pavarësisë përmes artit dhe letërsisë, duke nxitur dialog kulturor dhe reflektim shoqëror. Takimi pritet të nisë në orën 14 dhe do të shoqërohet me diskutime letrare dhe bashkëbisedim me autorin.
Një ekspozitë e përbashkët e profesorëve dhe arteve pamore nga Kosova dhe Shqipëria do të hapet të martën, më 17 shkurt në Tiranë, me rastin e ditës së pavarësisë së Kosovës, duke sjellë së bashku kryemtarinë bashkëkohore të 2 institucioneve kryesore akademike të artit. Ekspozita kolektive do të organizohet në Galerinë Fab në Tiranë dhe do të përfshijë punimet të pedagogëve të Fakultetit të Arteve të Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit të Arteve në Tiranë në kuadër të një bashkëpunimi akademik dhe artistik për të shënuar përmes artit 17 shkurtin. Sipas organizatorëve, ekspozita synon të reflektojë vlerat e përbashkëta kulturore dhe artistike, duke dëshmuar dialogun krijues dhe frymën e përbashkët kulturore mes pedagogëve nga të dy anët e kufirit. Ngjarja është kuruar nga Guri Qavdërvasha dhe koordinuar nga Shpëtim Kërçova. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun në Galerinë Fab deri më 27 shkurt. Të nderuar shikues, për të mos humbuar asgjë nga lajmet, më të fundit na ndiqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe sakt. Mos harroni me gjithmonë live në rtk-live.com. Të nderuar shikues, ne këtu e përfundojmë magazinë Art Kultur. Ju falenderoj që na ndoqët, mirupafshim nesër.